Në lajme do të ndiqni në muajin prill portofoli total i kredis në ekonomi arriti në 871.9 miliard lek me rritje vjetore 13.1%, ndërsa depozitat u tkurrën me rreth 48 milion euro. Qeveria do të marrë hua 76.9 milion euro nga Bergj me qëllim digitalizimin e pushtetit vendor dhe ngritjen e një sistemi modern të prokurimit publik. Shqipëria mirëpret nesër emra të mëdhenj në fushën e kriptomonedave në një konferencë që synon zhvillimin e këtij sektori në vend. Vendi ynë pritet të hapë së shpejti negociatat me Bashkimin Evropian për kapitullin 27 mjedisi dhe ndryshimet klimatike. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Në muajin prill, portofoli total i kredis në ekonominë shqiptare ka arritur në 871.9 miliard lek. Në terma vjetor, rritja i atribuohet kryesisht zgjerimit të kreditimit për biznesin. Në vitet e fundit, ekonomia shqiptare ka përjetuar një rritje të ndjeshme të totalit të kredis duke reflektuar një zhvillim të qëndrueshëm dhe një besim të shtuar në sektorin financiar. Referuar të dhënave të fundit nga Banka e Shqipërisë, totali i kredis ka arritur në 871.9 miliard lek në prill të vitit 2025, me një rritje të konsiderueshme prej 13.1% krahasuar me prillin e vitit kaluar dhe një rritje prej 0.6% krahasuar me marsin e të njëjtit vit. Pra nëse flasim në shifra absolute, rezulton se në harkun kohor të një muaji kredia është rritur me 5.5 miliard lek, ndërsa në harkun kohor të një viti regjistron një rritje prej 100.9 miliard lekësh. Në terma vjetor, kjo rritje atribuohet kryesisht zgjerimit të kreditimit për biznesin, nga 432 miliard lek në prillin e vitit të shkuar, ajo është shtuar me rreth 53.6 miliard lek në prill të këtij viti, duke arritur në rreth 485.7 miliard lek. Rritja për gjatë një viti vlerësohet në 12.4%. Kjo rritje është mbështetur kryesisht nga një shtim i kredis në valutë, e cila ka arritur në 262.4 miliard lek nga 222.7 miliard lek. Në një vit, kredia në valutë u rrit me 17.8%, ndërsa kredia në lek u rrit me 6.7%. Nëse i referohemi periudhës një mujore, huaja për biznesin ka shënuar një rënje me 0.6% dhe u udhëhequr nga rënja e huas në valutë prej 0.9% krahasuar me marsin e të njëjtit vit. Por megjithatë, rritja e kreditimit në prill është një sinjal i mirë për ekonominë dhe sistemin bankar. Ajo tregon një sistem financiar aktiv dhe likuid që mbështet rritjen ekonomike, por kjo rritje duhet shoqërohet me kujdes dhe politika të qëndrueshme për të shmangur mbi ngarkesën me borxh dhe për të ruajtur cilësinë e huadhënies. Sa kaq për muajin prill të këtij viti rezulton se kursimet e shqiptarëve kanë rënë me rreth 48 milion euro. Depozitat në paranë e gjerë paraqisin ulje me 0.35%. Depozitat në paranë e gjerë paraqiten me zbritje për gjatë muajit prill të këtij viti sipas të dhënave më të fundit nga Banka e Shqipërisë. Kështu shifrat e muajit të katërt flasin për 1.376 trilion lek depozita, nga rreth 1.381 trilion lek në muajin mars të të njëjtit vit. Në prill depozitat në paranë e gjerë janë tkurrur me 0.35% ose rreth 4.8 miliard lek më pak, krahasuar me muajin mars. Nëse e konvertojmë, shohim se rënja regjistrohet në 48 milion euro. Por si paraqitet situata për depozita sipas monedhës raportuese? Sa i përket depozitave në lek, rënja vlerësohet me 0.76 në terma mujor, duke zbritur pranë 645 miliard lekëve, nga 640 miliard që regjistrohen në muajin mars. Nga krahu tjetër, ato në valutë regjistrojnë një rritje minimale prej 0.01%. Kështu kursimet në valutë regjistrohen 735.7 miliard lek nga rreth 735.6 që vlerësohesh në muajin mars. Ndërkohë për gjatë një viti depozitat janë rritur me 6.7% krahasuar me muajin prill të vitit 2024. Në shifrat absolute rritja vlerësohet në rreth 86 miliard lek më shumë. Theksojmë se depozitat në paranë e gjerë i referohen depozitave në banka, llogari rrjedhëse, llogari me afat dhe pa afat në lek dhe në valutë. Nga totali i depozitave, pjesa më e madhe e tyre i përkasin kategorisë së depozitave të transferueshme. Mirë, është momenti i hapësirës për Skani Intel. Kam kënaqësinë që të kem Gjorgjina Dedan, drejtuesen e këtij departamenti. Gjorgjina, përshëndetje. Ada, përshëndetje, mirë se ju gjej. Ajo çfarë u evidentua edhe përmes dy kronikave të para ishte që në harkun e një viti së paku portofoli i kredis rezulton të ketë pësuar rritje me gati 100 miliard lek. Nga ana tjetër nuk mund thuhet e njëjta gjë për stokun e kursimeve, që ka pësuar rënje, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti
viti më parë. Në qoftë se flasim në terma mujor kryesisht, edhe pse ka patur një rritje të lehtë, sërish kemi pra një shtim të portofolit të kredis në harkun një mujor me 5.5 miliard lekë, megjithatë nuk mund të themi të njëjtën gjë sa i përket vlerës së depozitave, pra të kursimeve, të cilat në harkun e një muaj, pra nga marsi në prill, kanë shënuar pra një rënje. Ndërkohë nga ana tjetër, gjithmonë duhet theksoj që në terma vjetor, pra përgjatë një viti, si portofoli i totali kredis pra për ekonominë gjithashtu e depozitat kanë shënuar kështu le të themi një rritje të konsiderueshme. Megjithatë, në harkun një mujor paraqiten me rënje dhe kjo tregon që kemi patur nevojën pra për konsum, megjithatë aftësia për të kursyer është ulur e thënë kështu në terma mujor. Megjithatë, dinamika interesante ka ndodhur edhe sa i përket pra kredisëre, sepse në rreth 872 miliard pra lek shohim që është totali dhe është rritur, megjithatë kredia e re ka shënuar rënje dhe kjo është nxitur kryesisht nga sektori privat. Megjithatë, nëse shohim kredinë e re të marrë pra nga individët apo kredinë e re për blerje banese, kemi rekorde të reja gjithmonë nëse i referohemi periudhës prill pra të viteve të kaluara. Kështu që le ta nisim me grafikun e parë Ada, ku do të flasim për ecurinë e kredisë së re në total sa i përket pra kësaj periudhe që nga viti 2016 për të cilën institucioni Bankës së Shqipërisë ka të dhëna pra deri në prillin e vitit 2025 pra vitit aktual. Dhe shohim që regjistrohet totali i kredisë së re për këtë periudhë në 32.9 miliard lekë. Çka krahasuar me të njëjtin muaj të vitit kaluar, shohim që ka një rënje të konsiderueshme pasi vlerësohej në 34.2 miliard lekë. Çka unë e theksova është e nxitur kryesisht nga rënja e kredisë në sektorin pra për bizneset. Në qoftë se i referohemi, megjithatë, në qoftë se shohim të gjithë ecurinë historike të këtij treguesi, vlen të përmendim që prilli i vitit 2024 dhe i vitit 2025 sërish mbajnë rekord si dy vlerat më të larta pa çka se me rënje. Në grafikun e radhës Ada do të flasim për ecurinë e kredisë së re për individët pra në të njëjtën periudhë që unë theksova më herët. Dhe shohim që në këtë rast pra kredia për individët ka shënuar një rekord historik dhe vlerësohet në total në 12.5 miliard lekë. Ndjeshëm një shifër më lartë se prilli i vitit 2024, ku kjo vlerë regjistrohej në 9.4 miliard lekë. Pra kemi një rritje goxha të ndjeshme dhe nëse shohim të gjithë ecurinë historike, mban rekord pra kjo vlerë për muajin prill të vitit 2025. Ndërkohë nga ana tjetër, nëse mbetemi sërish tek indikatori individëve, pra kredia që kanë marrë individët dhe specifikisht për kredin për blerje banese, duket se janë dyndur individët pra për të marrë për të tërhequr kredi për të blerë banesë. Dhe kjo vlerë, sa i përket pra muajit prill të vitit aktual, regjistrohet në 7.03 miliard lekë, gjithashtu ka prekur rekord dhe është ndjeshëm më lart se prilli i vitit 2024, i cili regjistrohet në parafërsisht 5 miliard lekë dhe vitet e tjera. Dhe që nga viti 2016, ecuria tregon që kemi një rekord historik. Le të kalojmë te grafiku që unë theksova më parë që ka nxitur kryesisht rënjen pra ecurinë e kredisë së re në total dhe është pikërisht biznesi dhe shohim që vlerësohet për muajin prill në 20.5 miliard lekë. Në këtë rast kemi ndjeshëm një kredi për biznesin sa i përket këtij muaji më të ulët se sa muaji prill i vitit 2024, i cili regjistroi në 24.8 miliard lekë. Nëse i referohemi periudhës historike Ada, vlera e prillit të vitit aktual është e treta më e lartë pasi e ka tejkaluar prilli i vitit 2017 ku regjistroi një vlerë për 21.7 miliard lekësh dhe prilli i vitit 2024 që e theksova ka qenë vlera më e lartë dhe është rekordi më i lartë gjithmonë nëse i referohemi të njëjtit muaj për vitet që nga 2016 deri në vitin 2025. Megjithatë, le të shohim sipas aktiviteteve, pra cili aktivitet ka peshën më të madhe sa i përket kredisë për biznesin, dhe cilat nga ato sektorët kryesorë pra ka shënuar rënje, duke udhëhequr kështu rënjen për biznesin e mëtej rënjen për sa i përket ecurisë totale të kredisë së re. Dhe shohim që vijon sërish tregtia me shumicë dhe pakicë pra të ketë rolin kryesor dhe të vijojë të mbajë peshën kryesore prej 43% dhe ndiqet nga ndërtimi për 21.7%, i cili krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë ka shënuar një rritje thënë kështu, sa i përket tregtisë me shumicë dhe pakicë ndryshimi vjetor paraqitet me rënje, vi më pas te industria përpunuese me një peshë prej 12.5% dhe sërish shohim një rritje sa i përket këtij aktiviteti. Nga ana tjetër Ada kemi akomodimin dhe shërbimin ushqimor me një peshë prej 5.2%,
muaj pas muaj duke reflektuar dhe ecurinë e mirë të turizmit, kredia për këtë grup aktivitet është rritur ndjeshëm dhe ka zgjeruar peshën e saj sa i përket pra kredisë së re. Nga ana tjetër, kemi shërbime administrative dhe mbështetëse me një peshë prej 2.6%. Nëse shohim grafikun e radhës ku edhe në materialet që ne ndoqëm më herët flisim për depozitat, le ta shohim të paraqitur grafikisht, shohim që prilli i vitit 2025 regjistron një vlerë prej 1.37 trilion lekësh. Pra, ka një rënje krahasuar me marsin e vitit 2025, 1.38 dhe një rritje vjetore për 1.28 pra në prillin e vitit kaluar. Shohim ada që kryesisht është përmirësuar pra kreditimi, duke i dhënë një bestim të shtuar sektorit financiar, dhe kjo rritje kreditimit, qofse marrim totalin, vjen në një kohë kur edhe kredia me probleme është pranë minimumit historik. Ada? Edhe siç ka raportuar në fakt edhe Banka e Shqipërisë lidhur me rënien e nivelit të kredive të këqija. Sa kaq është shoqëruar edhe me një vendimarrje tjetër që pritet hyjë në fuqi prej muajit korrik të këtij viti, që ka të bëjë me vendosjen e tavaneve sa i takon kredisë që jepet për individët për blerjen e një banese. Po, në fakt, do të shohim dhe se si do të jetë le të themi impakti i kësaj vendimarrje që do të hyjë në fuqi në muajin korrik. Unë dua të theksoj që duke qenë se përmendë që sektori i ndërtimit ka një peshë të konsiderueshme dhe është sektori i dytë që zë peshën kryesore të kreditimit, pra sa i takon zërave. Është vërtet ata të kredit me probleme kanë prekur minimumin historik që prej vitit 2008, pra janë rikthyer në një rënje të vazhdueshme duke treguar një shëndet pra financiar, kështu në Shqipëri. Mirë, Georgina, unë falenderoj për gjitha detajet e përcjellë në studio. Faleminderit. Ndërkohë, do të rikthehemi zhvillimeve të këtij edicioni informativ. Shoqata Pro Export ka hedhur idenë e vendosjes së një kursi të këmbimit industrial për njohjen e dëmit ekonomik që vjen nga luhatjet e kursit të këmbimit. Kreu i kësaj shoqate, Edvin Prençe, theksoi se ndërkohë bizneset po investojnë edhe në realizimin e ekonomisë qarkulluese. Bizneset eksportuese kanë qenë ato që kanë pasur më tepër humbje nga luhatjet e kursit të këmbimit në vitet e fundit, pasi ato kanë kontrata që janë kryesisht në euro dhe një kontratë për të njëjtën vlerë në euro, por e konvertuar në lek vlen më pak. Në një takim të mbajtur ditën e sotme, kryetari i shoqatës Pro Export Edvin Prençe hodhi sërish idenë një kursi këmbimi industrial, që ka për synim fiksimin e kursit të këmbimit, lek valutë vetëm për eksportuesit. Diskutimet për hartimin e këtij programi kanë nisur. Kursi i këmbimit industrial nuk është gjë tjetër veç se të njihet në një farë mënyrë dëmi ekonomik, mund ta quajmë, ose luhatjet nga kursi i këmbimit. Dhe më sot këto barra janë mbartur nga ana e bizneseve, dhe si tillë duhet në një farë mënyrë të ketë një tavolinë teknike për të parë edhe për të mundësuar se si mund të menaxhohet kjo barrë që deri sot ka qenë biznesit. Është një sektor që edhe për ata që nuk e dinë ka mbi 680 biznese aktive. Ka pasur rreth 750 biznese dhe rreth 70 biznese tashmë janë të mbyllura dhe këto përkthehet në humbje të vendeve të punës. Ai theksoi se bizneset po investojnë edhe në realizimin e ekonomisë qarkulluese. Diversifikimi, ndryshimi i mentalitetit e të bërit biznes, ose mënyrë të themi mentaliteti e të prodhuarit në Shqipëri, që duhet një mentalitet që të ketë në optik rritjen e cilësisë, rritjen e produktivitetit dhe minimizimin e kostove. Minimizimi i kostove bëhet vetëm nëpërmjet automatizimit. Shqipëria 2030 pikërisht për bizneset ka një kosto shumë të lartë dhe është llogaritur në rreth 7 miliard euro që është kostoja për të bërë të mundur që bizneset të mund të jenë të themi të ngjashëm me bizneset europiane, të fillojmë të realizojmë ekonominë qarkulluese ose circle economy dhe të fillojmë të ripërdorim në një farë mënyrë aty ku është e mundur këto mbetje që mos të shkojnë vetëm të asgjësohen, por të ketë mundësi riciklimit të këtyre mbetjeve. Të mund të bëjmë të jemi të veçantë në krahasim me vendet e tjera prodhuese europiane. Investimi në teknologjitë, investimi në trajnimet e njerëzve, ajo pikat që ne kemi thënë, kemi kërkuar dhe jemi në diskutim dhe me qeverinë. Në prill eksportet e mallrave arritën vlerën 33 miliard lek, duke ulur me 4.1% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 5% në krahasim me mars 2025. Nga ana tjetër, importet e mallrave arritën vlerën 76 miliard lek, duke u rritur me 0.4% në krahasim me një vit më parë.
Së shpejti edhe shërbimet që ofrohen nga bashkitë do të mund të aksesohen online. Qeveria do të marrë një huaj në vlerën e 76.9 milionë eurove nga Bersh, me qëllim digitalizimin e pushtetit vendor dhe ngritjen e një sistemi modern të prokurimit publik me përfshirjen e inteligjencës artificiale. Qeveria do të marrë një huaj në vlerën e 76.9 milionë eurove me qëllim digitalizimin e shërbimeve në 61 bashki të vendit për të ofruar më shumë transparencë dhe lehtësi për qytetarët. Projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së huaj ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin shtesë në vlerën e 76.9 milionë euro për veprimin e ofrimit të shërbimeve të përqendruara dhe gjithëpërfshirëse të përdoruesit është depozituar për miratim në Kuventin e Shqipërisë. Por si do të përdoret konkretisht ky financim? Referuar projekt ligjit në fjalë, objektivi i përgjithshëm i këtij programi është zhvillimi i mëtejshëm i qeverisjes elektronike me qëllim përmirësimin e shërbimeve lokale për të rritur cilësinë e tyre, digitalizimin e shërbimeve lokale dhe integrimin e tyre në e-Albania 2.0, digitalizimin e proceseve të brendshme administrative të punës së bashkive, përmirësimin e sistemit informatik të menaxhimit financiar, përfshirë shtrirjen në nivel vendor, si dhe modernizimin e procedurave të prokurimit për operatorët ekonomik dhe autoritetet kontraktore në përputhje me ndryshimet në ligjin e prokurimit publik. Programi synon modernizimin dhe digitalizimin e administratës publike në nivel vendor, duke lehtësuar ndërveprimin e qytetarëve dhe të bizneseve me bashkitë, si dhe uljen e burokracive dhe kohës së pritjes. Integrimi i shërbimeve vendore në e-Albania 2.0 do të mundësojë akses të shpejtë dhe të sigurt për qytetarët dhe bizneset në një gamë të gjerë shërbimesh elektronike vendore, me të njëjtin standard dhe cilësi si shërbimet elektronike të administratës qendrore. Do të ngrihet një sistem prokurimi elektronik modern me inteligjencë artificiale, që u përgjigjet nevojave të institucioneve dhe bizneseve në mënyrë më efektive, me qëllim rritjen e pjesëmarrjes në procesin e prokurimit, kursimin e kohës dhe uljen e kostove financiare për përgatitjen dhe vlerësimin e dokumentacionit, si dhe garantimin e një ngare të drejtë ndërmjet operatorëve ekonomik në tender. Sipas draftit, integrimi i inteligjencës artificiale në sistemin elektronik të prokurimit publik do të rrisë transparencën dhe efikasitetin e procedurave të prokurimit, duke automatizuar proceset, duke i përshpejtuar dhe lehtësuar ato, si dhe duke minimizuar gabimet njerëzore. Ngritja e qendrave rajonale të inovacionit është një prej mënyrave se si Shqipëria mund të investojë në inteligjencë artificiale. Kështu shprehur ish sekretarja e përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal Melinda Bregu, teksa listoi edhe disa nga rreziqet. Dilema etike, shqetësimet për privatësinë të dhënave dhe zëvendësimi i vendeve të punës janë disa nga rreziqet e zbatimit të inteligjencës artificiale. Këto ishin disa nga tema që u diskutuan në konferencën e 5 ndërkombëtare mbi inteligjencën artificiale dhe transformimin digjital, të organizuar nga Instituti Kanadez i Teknologjisë. E pranishme në këtë event ishte ish sekretarja e përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal Melinda Bregu, e cila u ndal në natyrën e dyfisht të inteligjencës artificiale si një forcë transformuese dhe një rrezik potencial në sektor të ndryshëm. Transformimi digital dhe inteligjenca artificiale vërtet ndryshon biznesin dhe produktivitetin, por mund të mbyll vende pune dhe tregu i punës do të bëhet edhe më problematik, veçanërisht për të rinjt, dhe po sjell shumë sfida në siguri. Ne të gjithë e dimë se inteligjenca artificiale mund të na ndihmojë të luftojmë korrupsionin me shërbimet elektronike, të përmirësojmë bujqësinë, arsimin, të parashikojmë disa fatkeqësi natyrore, por ajo mund të sjellë rreziqe të tjera reale. Bregu bëri thirrje që të investohet më tepër në drejtim të zhvillimit të inteligjencës artificiale dhe ngritjes së laboratorëve rajonal të inovacionit për trajnimin e të rinjve. Për të përfituar nga inteligjenca artificiale nuk mund të ndërtojmë vetëm jete inteligjente, duhet të ndërtojmë institucione inteligjente. Burimi më i madh në këtë rajon janë njerëzit, nuk është litiumi, nuk është gazi, nuk është energjia elektrike, por janë njerëzit. Rajoni prodhon më shumë të diplomuar në TIK për frym sesa në shumë vende të BE-s. Nga Tirana në Beograd, nga Prishtina në Shkup, po shohim një brez të ri sipërmarrësh dhe inovator të AIS, por shumica atyre mezi presin të largohen nga vendet e tyre. Ata thjesht duan të zhvillojnë disa ide këtu dhe pastaj të shkojnë të punojnë diku tjetër. Pra, talenti pa i ofruar mundësi është humbje. Kjo është arsyeja pse ikja e trurit është një problem i madh që duhet të përmbyset. Investimi në qendrat rajonale të inovacionit është diçka që duhet ta mendojmë shumë seriozisht, duke ndërtuar ekosisteme ndërkufitare të startupeve, duke i lidhur njerëzit tanë me mentorimin dhe tregjet e kryeqytetit evropian. Inteligjenca artificiale pritet të kontribuojë me 600 miliard në ekonominë e BE-s deri në vitin 2030, globalisht më shumë se 15.7 trilion. Vetëm 34% e njerëzve në rajonin ton, pra në Ballkanin Perëndimor, kanë aftësi bazë digjitale, krahasuar me mbi 50% të atyre në vendet më të zhvilluara të BE-s, tha ndër të tjera Bregu.
Shqipëria mirëpret nesër emra të mëdhenj në fushën e kriptomonedave në një konferencë që synon zhvillimin e këtij sektori në vend. Konferenca do të fokusohet kryesisht tek të rinj, duke synuar të zbulojë startupet më premtuese në fushën e kriptomonedave. Përfaqësues nga platformat më të njohura të kriptomonedave si Binance, Bitget, si dhe një nga pionerët që adaptoi kriptomonedën më të madhe në botë Bitcoin, Nix Panos, do të ndajnë eksperiencët e tyre në Tiranë në konferencën Balkans Crypto. Konferenca Balkan Crypto është një ndër konferencat teknologjike më të mëdha në rajon. Ajo do të flasë për financimet digjitale dhe për teknologjinë, për blockchain. Fakti që po bëhet në Shqipëri është një pikë shumë e qartë që ne jemi gati të bëhemi adapt me teknologjitë e kriptove. Kjo do jetë një risi shumë e mirë për Shqipërinë. Konferenca do të fokusohet kryesisht tek të rinjt, pasi do të organizohet edhe konkursi Pitch Competition, i cili synon të zbulojë startupet më premtuese në fushën e kriptomonedave. Përfitimi kryesor është mësimi, që nuk do ta marrim thjesht nuk do të marrim thjesht mësime që kemi bërë standarde, por që do të kuptojmë më shumë rreth çfarë do lloj gjëje në kriptomonedë ose blockchain. Pjesë kryesore është që duke qenë se është një fushë globale, të rinjt kanë mundësi që të punësojnë, pra të jenë programues për kompani të tilla ose të jenë dizenjator, le të themi, domethënë. Sipas të dhënave nga Chainalysis, numri i portofolëve të investimit në Shqipëri përllogaritet në rreth 50.000, teksa vendi po përgatitet për një hap të ri zhvillimi në këtë sektor. Qeveria ka autorizuar korporatën e investimeve shqiptare për të vepruar si zhvilluesi pronës me qëllim realizimin e projektit të investimit të rijecimi i Pallatit të Lojrave me dorë Aslan Rusi. Projekti parashikon krijimin e një hapësire multifunksionale që përmbush standardet bashkëkohore për aktivitete sportive dhe evente publike. Qeveria ka autorizuar korporatën e investimeve shqiptare për të vepruar si zhvilluesi pronës, me qëllim realizimin e projektit të investimit rijetësimi i Pallatit të Lojrave me dorë Aslan Rusi. Sipas vendimit, korporata do jetë përgjegjëse për hapjen dhe zhvillimin e procedurës konkurruese për përzgjedhjen e partneritetit privat që do zhvillojë pronën nëpërmjet instrumentit të sipërmarrjes, duke e bërë këtë entitet autoritet kontraktor. Korporata e investimeve shqiptare u autorizua më herët nga Bashkia e Tiranës për të hartuar projektin përkatës, që sikurse konfirmohet dhe nga vendimi i qeverisë, do financohet përmes skemës së partneritetit publik-privat. Ndërkaq, sipas korporatës, qëllimi kryesor i projektit është përmirësimi i cilësisë së infrastrukturës përmes rikonstruksionit dhe modernizimit të Pallatit të Sportit Aslan Rusi, duke transformuar atë në një hapësirë multifunksionale që përmbush standardet bashkëkohore për aktivitete sportive dhe evente publike, me një sipërfaqe totale që do zhvillohet nga investitori privat prej 118.000 m2. Po ashtu, sipas korporatës, përmes rijetësimit të qendrës sportive, projekti pritet të tërheqë më shumë evente dhe aktivitete, duke nxitur zhvillimin ekonomik lokal dhe krijimin e vendeve të reja të punës, ndërsa do ofrojë një hapësirë të re për aktivitete shoqërore, kulturore dhe sportive, duke përmirësuar cilësinë e jetës për qytetarët dhe duke forcuar kohezionin komunitar. Gjithashtu, projekti mbështet ringjalljen e sportit në Shqipëri, duke inkurajuar pjesëmarrjen dhe zhvillimin e talenteve të reja. Qeveria po ashtu ka miratuar një vendim që i hap rrugë zhvillimit të zonës industriale të ish-kombinatit metalurgjik në Elbasan. Korporata e investimeve shqiptare do të angazhohet për konsolidimin e pronës shtetërore dhe hartimin e një plani zhvillimi. Jo më larg se 2 muaj më parë u prezantua plani i ri i zhvillimit për transformimin e zonës së ish-kombinatit metalurgjik në qytetin e Elbasanit. Ndërkohë, Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për këtë qëllim, ku ngarkon korporatën e investimeve shqiptare me detyra të posaçme për identifikimin, konsolidimin dhe zhvillimin e pronës shtetërore në zonë industriale. Ky vendim synon të krijojë baza për realizimin e projekteve strategjike të investimit në këtë zonë me potencial të lartë industrial. Korporata e investimeve shqiptare do të ndërmarrë të gjithë masat për konsolidimin e pronës shtetërore, duke përfshirë bashkëpunimin me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, shoqëritë shtetërore dhe subjektet private për sqarimin e statusit juridik të pronave. Paralelisht do të hartohet një plan i detajuar qendror zhvillimi dhe një projekt konkret për zhvillimin e zonës.
Në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, afatet për përgjigjet nga institucionet përkatëse janë përcaktuar me 5 ditë nga marrja e kërkesës zyrtare nga Korporata e Investimeve Shqiptare, ndërkohë që Ministria e Ekonomisë do të monitorojë dhe vlerësojë ecurinë e përmbushjes së detyrave. Kjo nismë vjen në një moment kur qeveria shqiptare është fokusuar në aktivizimin e pronave publike për të nxitur zhvillimin ekonomik, krijimin e vendeve të reja të punës dhe tërheqjen e investimeve të huaja dhe vendase në sektor prioritar. Zona e ish-kombinatit metalurgjik përfaqëson një hapësirë strategjike me potencial të konsiderueshëm për zhvillim industrial, logjistik dhe teknologjik. Shqipëria pritet të hapë së shpejti negociatat me Bashkimin Evropian për kapitullin 27 mjedisi dhe ndryshimet klimatike. Sipas zëvendës ministrit të turizmit dhe mjedisit Sofiani Aupaj, ky kapitull konsiderohet më i vështiri për shkak të vlerës financiare që duhet të investohet për të arritur standardet. Pas hapjes së disa kapitujve me Bashkimin Evropian, i radhës parashikohet të jetë kapitulli 27 mjedisi dhe ndryshimet klimatike. Gjithçka u bë me dije nga zëvendës ministri i turizmit dhe mjedisit Sofiani Aupaj gjatë konferencës me temë Menaxhimi integruar i ujërave për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit, e zhvilluar nga Akademia e Shkencave. Sipas Aupajt, ky kapitull konsiderohet më i vështiri për shkak të vlerës financiare që duhet të investohet për të arritur standardet. Është edhe kapitulli më i vështirë që Republika e Shqipërisë negocion me Bashkimin Evropian për shkak të kostos financiare për të arritur standardet mjedisore të Bashkimit Evropian. Vetëm kapitulli i ujit i kushton Shqipërisë gjatë 10 viteve të ardhshme rreth 7 miliard euro. E pranishme në konferencë ishte dhe Ministri e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Anila Denaj, e cila u ndal te rëndësia e menaxhimit të ujit për ekonominë bujqësore, teksa ndau të dhënat e një studimi mbi nevojën për investime në infrastrukturat bujqësore. Nga një studimi ynë i bërë në Ministri përpara një viti, vlerësohet që për të menaxhuar të gjithë infrastrukturën, e cila është e trashëguar, por pjesa më e madhe e kësaj infrastrukture është ndërtuar në vitet 60-70, do të kërkojë një burim financiar për të paktën 700 milion eurosh. Po flasim për buxhete të qëndrueshme. Në fjalën e tij, nënkryetari i Akademisë së Shkencave Vasil Tole e vuri theksin te rëndësia që ka menaxhimi i qëndrueshëm i ujit, për shkak të rëndësisë që ka në shumë sektor. Po ashtu ai theksoi se nevojitet një analizë e thelluar që do ndihmojë dhe në ndërtimin e politikave që orientohen nga interesi publik. 30 maj është afati i fundit për të aplikuar sa i takon skemave të mbështetjes në bujqësi. Deri më tani mësohet se janë regjistruar rreth 66.000 aplikime, ku interesi më i lartë është për naftën falas. Fermierët në të gjithë vendin do të kenë afat për të aplikuar për fonde në bujqësi deri më datën 30 maj dhe më pas do të kalojnë në filtrin e verifikimit të aplikimeve dhe përzgjedhjen e tyre. Aplikimet e skemës kombëtare të mbështetjes në bujqësi janë hapur më 14 prill dhe sipas të dhënave të AZBR, deri më 28 maj regjistrohen mbi 66.000 aplikime, ku interes më të lartë ka pasur për mbështetjen me naftë, me mbi 50.000 aplikime nga ana e fermerëve. Sa i takon shpërndarjes gjeografike, dhe këtë vit nuk ka pasur surpriza, pasi numri më i lartë i aplikimeve është në qarqet ku bujqësia dhe blegtoria është më e zhvilluar, si Fier, Korç, Berat dhe Elbasan. Fondet e vëna në dispozicion për fermerët nga ana tjetër kanë rritur ndjeshëm edhe formalizimin në bujqësi, pasi kushti kryesor për të përfituar është pasja një nipti aktiv. Si rezultat, këtë vit janë mbi 5200 fermerë të cilët janë pajisur rishtazi me një nipt në tatime. Mbështetja do të jepet për bujqësinë kryesisht për kultivimin e perimeve, frutave, bimëve aromatiko-mjekësore si dhe fermat organike, blegtorin dhe bletarin. Ndër kriteret kryesore është toka në pronësi apo përdorim, si dhe mospasja e detyrimeve në Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Këtë vit fermerët do të përfitojnë pagesa kash për naftën që përdorin për punime të mekanizuara në bujqësi. Fondi është 3.2 miliard lek dhe do të jepet më shumë prioritet financimit të shoqërive të bashkëpunimit bujqësor, të cilat nuk do të kenë kufizim në financim. Mbi 67.000 fermerë në të gjithë vendin kanë përfituar financim nga skema e subvencioneve në bujqësi për gjatë vitit 2024. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Bujqësisë tregojnë se janë disbursuar fondet konkretisht për 67.132 përfitues në total, nga të cilët 14.937 përfitues nga skema kombëtare, si dhe 52.195 nga skema e subvencionimit me naftë për bujqësinë.
Shoqëria shtetërore Kajos bashku me një subjekt privat do të krijojë një kompani për prodhimin dhe tregtimin e uniformave ushtarake dhe aksesorëve për përdorim nga strukturat e sigurisë. Referuar vendimit të fundit të qeverisë, subjekti privat duhet të investojë jo më pak se 15 milionë euro në 3 vite dhe të punësojë jo më pak se 400 punonjës gjatë kësaj periudhe. Qeveria ka miratuar kushtet e negocimit të shoqërisë shtetërore Kajo SHA me shoqëri private për prodhimin dhe tregtimin e uniformave ushtarake dhe aksesorëve për përdorim nga strukturat e sigurisë. Sipas vendimit, shoqëria Kajo do të negociojë dhe do të pranojë një pjesëmarrje jo më të ulës se 40% të aksioneve në shoqërinë e përbashkët që do të krijojë me shoqëri private. Gjithashtu, Kajo do të kontribuojë në entitetin e ri tregtar me pasuri të paluajtshme në masën një më pak se 20.000 metra katror që do të jepen në përdorim shoqërisë së përbashkët pa të drejtë tjetërsimi. Ndërkohë, shoqëria shtetërore Kajo gjatë procesit të negocimit në çdo rast siguron nga subjekti me të cilin negocion një vlerë investimi jo më pak se 15 milionë euro në periudhën kohore të 3 viteve dhe punësimin e jo më pak se 400 punonjësve në periudhën kohore të 3 viteve. Gjithashtu, ajo do të duhet të ofrojë teknologji moderne për prodhimin e uniformave sipas standardeve të forcave të armatosura dhe strukturave të tjera të sigurisë, si edhe të sigurojë rrjetin e shpërndarjes në rast eksporti. Referuar vendimit, shoqëria Kajo siguron nga pala tjetër gjatë negociatave se administratorët e shoqërisë që do të krijohen nga 2 shoqëritë do të zgjidhen me dakordsinë e shoqërisë Kajo SHA. Kajo do të ketë drejtën e vetos në vendimarrje strategjike, përfaqësim në organe drejtuese dhe rolin kryesor në emërimin e administratorëve. Shoqëria e re që do të krijohet nga ky partneritet do të jetë autorizuar të furnizojë direkt forcat e armatosura me uniforma dhe pajisje ushtarake. Nga ana tjetër, ushtarakët në rezervë mund të rikthehen në shërbimin aktiv të forcave të armatosura. Procedurat për rikthimin në shërbimin aktiv të ushtarakëve në rezervë kryhen në rastet e shtimit të numrit të përgjithshëm të personelit dhe kur kërkohen specialitete që ndikojnë në ruajtjen e operacionalitetit të forcave të armatosura. Këshilli i Ministrave miratoi vendimin për përcaktimin e procedurave dhe rregullave për rikthimin e ushtarakëve në rezervë në shërbimin aktiv të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Në vendim janë përcaktuar procedurat për rikthimin në shërbimin aktiv të ushtarakëve në rezervë në forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë, duke garantuar respektimin e parimeve të barazisë, meritokracisë dhe mos diskriminimit për mbushjen e nevojave me personel të kualifikuar, si dhe forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes nëpërmjet një procesi të drejtë dhe transparent. Procedurat për rikthimin në shërbimin aktiv të ushtarakëve në rezervë kryhen në rastet e shtimit të numrit të përgjithshëm të personelit dhe kur kërkohen specialitete që ndikojnë në ruajtjen e operacionalitetit të forcave të armatosura. Në vendimin e publikuar theksohet se për rastet e parashikuara të ligjit për karrierën ushtarake në forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë ndiqen disa procedura. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura harton kërkesat dhe nevojat për rikthimin në shërbimin aktiv sipas kategorisë së personelit të ndarë për oficer, nënoficer dhe ushtar, por gjithashtu dhe repartet që ka nevojë për plotësim me personel ja përcjell për miratim Ministrit të Mbrojtjes. Pas miratimit, Ministria e Mbrojtjes publikon në faqen zyrtare elektronike njoftimin me të gjitha të dhënat e nevojshme për specialitetet e kërkuara, afatin e aplikimit dhe dokumentacionin nevojshëm për rikthimin e ushtarakëve në rezervë në shërbim aktiv. Kandidati aplikon nëpërmjet portalit e-Albania, duke plotësuar formularin e aplikimit për rikthimin e ushtarakëve në rezervë në shërbimin aktiv dhe dokumentacionin e nevojshëm brenda 10 ditëve nga data e publikimit të njoftimit në faqen zyrtare elektronike të Ministrisë së Mbrojtjes. Ndërkohë, qendra e personel rekrutimit kryen verifikimin e dosjes së aplikimit brenda 5 ditëve nga përfundimi i afatit të aplikimit. Në rast se konstatohet se dokumentacioni nuk është i plotë, kandidatit i njoftohen nëpërmjet portalit e-Albania për plotësimin e dokumentacionit brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit. Pas miratimit vijon procedura për titullimin ushtarak aktiv dhe emërimin e detyrë të kandidatëve fitues. Ushtaraku që rikthehet në shërbimin aktiv në forcat e armatosura emërohet në detyrë në përputhje me specialitetin, si dhe nënshkruan kontratën e shërbimit. Gjatë kohës së shërbimit si ushtarak aktiv brenda kontratës, ushtaraku rikthyer gjatë periudhës së kontratës ruan gradën që ka pasur në kohën e daljes në rezervë
dhe nuk ka të drejtë të konkurrojë dhe të përparojë në gradë. Certifikohen 77 oficer të rinj sigurie që do të shërbejnë në institucionet e arsimit parauniversitar. Sipas ministres Mana Sirliu, teknologjia dhe inovacioni po bëhen pjesë e zgjedhjeve për rritjen e sigurisë në shkolla. Certifikohen 77 oficer të rinj sigurie që do të shërbejnë në institucionet e arsimit parauniversitar. Ministri i Arsimit dhe Sportit, Ogerta Mana Sirliu, tha se këta oficer do të shërbejnë në institucionet arsimore duke garantuar më shumë siguri për nxënësit. Kemi hapur rrugën rritjes së numrit të oficerëve të sigurisë në shkolla, duke vendosur që në shkollat të cilat kanë një numër më shumë se 900 nxënësish, të kemi 2 oficerë të sigurisë, dhe në shkollat me të paktën 350 nxënës të kemi 1 oficer të sigurisë në shkollë. Ky raport përmirësohet, pra numër nxënësish për dhe oficerë të sigurisë për shkollë, dhe na siguron ne që nga një nivel i numrit të oficerëve të sigurisë në shkollë që sot e kemi rreth 270 oficerë të sigurisë, të kalojmë në 400 oficerë të sigurisë në shkolla. Nga ana e tij, ministri i Brendshëm Ervin Hoxha tha se me paketën Siguria në shkolla po ndërtohet një sistem ku arsimi cilësor dhe siguria ecin bashkë çdo ditë në çdo shkollë të Shqipërisë. Nga projektet e qeverisë shqiptare është dhe projekti Smart City, të cilin neve kemi dhënë si zotim që do ta nënshkruajmë brenda vitit 2026 dhe zbatimi i tij do të fillojë shumë shpejt. Janë përmbushur të gjitha direktivat e qeverisë. Ky do të jetë edhe një gur themeli akoma më i madh për rritjen e sigurisë në shkolla. Në fund, ministri Mana Sirliu tha se teknologjia dhe inovacioni po bëhen pjesë e zgjedhjeve për rritjen e sigurisë në shkolla. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Një gjykatë tregtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës bllokoi hyrjen në fuqi të tarifave të presidentit Donald Trump. Gjykata e tregtisë ndërkombëtare tha se kushtetuta jep Kongresit autoritet ekskluziv për të rregulluar tregtinë me vendet e tjera që nuk ka përcehet nga fuqitë emergjente të presidentit. Një gjykatë tregtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës bllokoi hyrjen në fuqi të tarifave të presidentit Donald Trump në një vendim gjithëpërfshirës, duke argumentuar se presidenti ka tejkaluar autoritetin e tij në vendosjen e tarifave për importet nga vendet që shesin më shumë në Shtetet e Bashkuara se sa blejnë. Gjykata e tregtisë ndërkombëtare tha se kushtetuta e SBA-s i jep Kongresit autoritet ekskluziv për të rregulluar tregtinë me vendet e tjera, që nuk ka përcehet nga fuqitë emergjente të presidentit për të mbrojtur ekonominë e vendit. Gjykata nuk kalon mbi urtësinë ose efektivitetin e mundshëm të përdorimit të tarifave nga presidenti si levë. Ky përdorim është i palejueshëm sepse ligji federal nuk e lejon, tha në një vendim një panel prej 3 gjyqtarësh. Administrata Trump pak minuta më vonë paraqiti një apel dhe vuri në dyshim autoritetin e gjykatës. Vendimet e gjykatës së tregtisë ndërkombëtare me qendër në Manhattan, e cila shqyrton mosmarrveshjet që përfshin ligjet ndërkombëtare të tregtisë dhe doganave, mund të apelohen në gjykatën e apelit për qarkun federal në Washington DC dhe përfundimisht në gjykatën e lartë. Trump e ka bërë vendosjen e tarifave të importuesve amerikan për mallrat nga vendet e huaja politikën qendrore të luftrave të tij tregtare të vazhdueshme, të cilat kanë ndërprer flukse tregtare globale dhe tronditur tregjet financiare. Kompanitë janë goditur nga imponimi i shpejtë i tarifave dhe ndryshimet e papritura, ndërsa kërkojnë të menaxhojnë zinxhiret e furnizimit, prodhimin, personelin dhe çmimet. Një zëdhënës i shtëpisë së bardhë tha se deficitet tregtare të Shteteve të Bashkuara me vendet e tjera përbënin një emergjencë kombëtare që ka shkatruar komunitetet amerikane, ka lënë punëtorët tanë prapa dhe ka dobësuar bazën tonë industriale të mbrojtjes, fakte që gjykata nuk e kundërshtoi. Vendimi nëse qëndron hap një ndeg gjigant në strategjinë e Trump për të përdorur tarifa të larta për të marrë koncesione nga partnerët tregtar, për të hequr vendet e prodhimit në brigjet e Shteteve të Bashkuara dhe të kurrur një deficit tregtar të madhrave për 1.2 trilion dollarësh, të cilat ishin ndër premtime kryesore të fushatës së tij. Komisioni Evropian po diskuton me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mundësinë e bashkëpunimit në sektor të tillë si hapësira ajrore, çeliku, gjysmëpërçuesit dhe mineralet kritike. Bashkimi Evropian dëshiron të shohë fundin e tarifave prej 25% mbi çelikun dhe makinat që Trump ndërkohë të heqë të ashtu quajtur tarifë reciproke.
Komisioni Evropian po diskuton me Shtetet e Bashkuara bashkëpunimin e mundshëm në sektor të tillë si hapësira ajrore, çeliku, gjysmëpërçuesit dhe mineralet kritike, njoftoi komisioneri Evropian i Tregtisë Maros Šefčovič. Šefčovič, i cili ndodhet aktualisht në Dubai për të nisur negociatat për marrëveshjen e tregtisë së lirë me Emiratet e Bashkuara Arabe, tha se po bisedonte me homologët amerikan në kërkim të një marrëveshjeje për të kufizuar tarifat. Ajo që po shqyrtojmë para së gjithash janë të gjitha linjat tarifore, çfarë mund të bëjmë me to dhe si mund të shohim nga kjo perspektive re për aksesin në treg, tha ai në një konferencë për shtyp. Ai u shpreh gjithashtu se po diskutonte me sekretarin e SBA-s, Howard Lutnick, fushat e bashkëpunimit të mundshëm transatlantik që do të ishte me përfitime për të dyja palët, duke përmendur aviacionin, gjysmëpërçuesit çelikun dhe varësinë, veçanërisht për mineralet kritike. Jam absolutisht i bindur se dy partnerët më të mëdhenj tregtar në këtë planet thjesht duhet të kërkojnë për zgjidhjen më të mirë të mundshme për tregti dhe për investime, tha Šefčovič. Dhe kjo është ajo për të cilën po punojmë aktualisht. Intensiteti është i madh dhe shpresoj se kjo do të na sjellë rezultatet për një marrëveshje të drejtë dhe të ekuilibruar në fund, tha ai. Komisioni Evropian, i cili mbikëqyr politikën tregtare për BE-n me 27 vende, tha se pa një impuls të ri në bisedimet tregtare me Shtetet e Bashkuara këtë javë, pasi presidenti Donald Trump hoqi dorë nga kërcënimi i tij për të vendosur tarifa prej 50% mbi importet e BE-s. Kjo pasoi telefonatën e Trump me shefen e komisionit Ursula von der Leyen, në të cilën ata ranë dakord për bisedime të shpejta. BE dëshiron të shoh fundin e tarifave prej 25% mbi çelikun dhe makinat dhe që Trump të heqte ashtu quajturën tarifë reciproke, e cila ishte vendosur përkohësisht në 20% për BE-n, por po mbahet në 10% gjatë një pauze 90 ditore deri në korrik. Megjithatë, Washingtoni synon të zvogëlojë deficitin e tij tregtar të mallrave me BE-n, i cili ishte pothuajse 200 miliardë euro vitin e kaluar, megjithse ka një suficit tregtar të konsiderueshëm, megjithse më të vogël në shërbime. Ekzekutivi miliarderi Teslas Elon Musk po largohet nga administrata Trump. Ai largohet një ditë pasi kritikoi projektligjin e taksave të vendosura nga presidenti Donald Trump, duke i quajtur atë shumë të shtrenjtë dhe një masë që do të dëmtonte punën e tij në administratë. Ekzekutivi miliarderi Teslas Elon Musk po largohet nga administrata Trump pasi udhëhoqi një fushatë të trazuar gjatë së cilës ai përmbysi disa agjenci federale, por në fund dështoi të ofronte kursimet gjenerative që kishte kërkuar. Largimi i tij nga qeveria do të fillojë sonte. Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë konfirmoi kështu largimin e Musk nga qeveria. Musk më herët përdori platformën e tij të mediave sociale X për të falendëruar presidentin Donald Trump, ndërsa koha e tij si një punonjës i posaçëm qeveritar me departamentin e efikasitetit të qeverisë po i afrohej fundit. Largimi i tij ishte i shpejtë dhe i thjeshtë. Ai nuk pati një bisedë zyrtare me Trump para se të njoftonte largimin e tij, sipas një burimi me njohuri për çështjen, i cili shtoi se largimi i tij u vendos në një nivel të lartë stafi. Ndërsa rrethanat e sakta të largimit të tij nuk ishin menjëherë të qarta, ai u largua një ditë pasi kritikoi projektligjin e taksave të Trump, duke i quajtur atë shumë të shtrenjtë dhe një masë që do të dëmtonte punën e tij me shërbimin Dodge të SBA-s. Disa zyrtarë të lartë të Shtëpisë së Bardhë u irrituan veçanërisht nga këto komente dhe Shtëpia e Bardhë u detyrua të telefononte senatorët republikan për të përsëritur mbështetjen e Trump për paketën. Ndërsa Musk mbetet i afërt me presidentin, largimi i tij vjen pas një rënjeje graduale, por të qëndrueshme në pozicion. Pas inaugurimit të Trump, miliarderi u shfaq shpejt si një forcë e fuqishme në orbitën e Trump, shumë i dukshëm, i zhurmshëm dhe shumë larg nga normat tradicionale. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka publikuar një iniciativë gjithëpërfshirëse prej 3 miliard pound për aftësi që synon trajnimin e 120.000 punëtorëve në sektor kyç si ndërtimi, inxhinieria dhe kujdesi social. Ky financim pritet të krijojë 45.000 mundësi shtesë trajnimi, veçanërisht në sektorët e goditur rënd nga mungesa e fuqisë punëtore pas Brexit. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka zbuluar një iniciativë gjithëpërfshirëse prej 3 miliard pound për aftësi që synon trajnimin e 120.000 punëtorëve britanik në sektor kyç si ndërtimi, inxhinieria dhe kujdesi social. Plani është pjesë e përpjekjeve për të zvogëluar varësinë nga puna e huaj, duke adresuar njëkohësisht mungesën e fuqisë punëtore. Revolucioni i aftësive i qeverisë laboriste përfshin 30.000 fillime të reja të praktikës gjatë këtij parlamenti dhe mbështetet nga një rritje prej 32% e tarifës së aftësive për imigracionin, një taksë për punëdhënësit që punësojnë punëtor të huaj. Aktualisht 1 në 8 persona të moshës 16 deri 24 vjeç në Angli nuk është në arsim, punësim ose trajnim, tha qeveria.
Shqipëria. Investimi synon të pajisë punëtorët vendas me aftësi thelbësore, të rrisë produktivitetin dhe të hedhë themelet për rinovimin ekonomik afatgjatë dhe gjithëpërfshirës. Ky financim pritet të krijojë 45.000 mundësi shtesë trajnimi, veçanërisht në sektorët e goditur rënd nga mungesat e fuqisë punëtore pas Brexit. Skills England, organi kombëtar i aftësive, do të koordinohet me punëdhënësit dhe udhëheqësit vendor për të formësuar ofrimin e trajnimeve në të ardhmen. Reformat vijnë ndërsa presioni politik rritet për të ulur migrimin neto. Në raporti Boston Consulting Group kohët e fundit parlamroi se zinxhirët e furnizimit të Britanisë mund të pësojnë rënje në investime për 900 miliard funtesh në infrastrukturë të planifikuar deri në vitin 2029 nëse rregullat e migracionit nuk lehtësohen për rolet e mungesës. Migrimi neto në Mbretërinë e Bashkuar ra me pothuajse gjysmë në vitin 2024, duke rënë nga 860.000 në vitin 2023 në 431.000 sipas të dhënave nga zyra e statistikave kombëtare e Mbretërisë së Bashkuar. Kjo është rënja më e madhe vjetore e regjistruar ndonjëherë, e nxitur nga rregullat e reja që kufizojnë anëtarët e familjes në vizat e punës dhe studimit dhe studentë ndërkombëtar që largohen nga vendi pas COVID-19. Një tullë e bërë tërësisht nga rënoja të ricikluara mund të ndihmojë në zgjidhjen e një prej sfidave më të mëdha mjedisore të industrisë së ndërtimit. K-Brick, e prodhuar në Edinburgh të Skocisë, ka 95% më pak emetime karboni. Një tullë e bërë tërësisht nga rënoja të ricikluara mund të ndihmojë në zgjidhjen e një prej sfidave më të mëdha mjedisore të industrisë së ndërtimit, si të menaxhohen mbetet e saj të konsiderueshme. Ndryshe nga tullat tradicionale për balte, K-Brick, e prodhuar nga Kenotech në Edinburgh të Skocisë, prodhon 95% më pak emetime karboni. Industria e ndërtimit aktualisht është një faktor shumë i madh në emetimet e karbonit në nivel global, por K-Brick mund të ndihmojë vërtet në uljen e karbonit të mishëruar që lidhet me projektet e tjera, tha Dr. Sam Chapman, bashkëthemelues dhe drejtori ekzekutiv i Kenotech. Karboni inkorporuar mund të përbëjë mbi 50% të gjurmës totale të karbonit të një ndërtese, por ka marrë më pak vëmendje se sa e karboni operativ në rregullore dhe praktikat e industrisë. Materialet tradicionale të ndërtimit nxirren nga burimet e kufizuara të tokës, po ashtu ato kanë përmbajtje shumë të lartë karboni, por duke përdorur materiale të ricikluara dhe një proces përdhimi shumë të ulët karboni dhe energjie, i cili nuk përfshin djegje, ne kemi një produkt unik, por që funksionon teknikisht si një tull tradicionale ndërtimi, tha Lucy Black, drejtuese e zhvillimit të biznesit në Kenotech. Në një shtëpi standarde me 2 dhoma gjumi në Mbretërinë e Bashkuar që kërkon 12.000 tulla, kalimi në K-Brick do të ulte emetimet e karbonit në 5.46 ton në 0.2 ton dioksid karboni, afërsisht ekuivalenti i heqjes së një makine me benzinë nga rruga për një vit të tërë. Kompania thotë se mbetjet e ndërtimit, prishjes dhe gërmimit përbëjnë rreth 60 deri 65% të totalit të mbetjeve në Mbretërinë e Bashkuar, duke përfshirë konkretisht 50 deri në 60 milion ton mbetje ndërtimi dhe prishje. Duke u përballur me këtë, Kenotech thotë se ata mund të krijojnë tulla të ricikluara të përshtatshme për përdorim brenda 24 orëve, nga mbërritja mbetjeve të përpunuara në fabrikën e saj me energji ultra të ulët. Kenotech thotë se aktualisht K-Brick është një produkt premium me një çmim të krahasueshëm me tullat e ricikluara dhe speciale, por ata presin që çmimi të bjerë ndërsa vëllimet të rriten. Fabrika e Kenotech në East Lothian tani po rrit prodhimin e 2 milion tullave në vit, me kapacitet për të dyfishuar prodhimin në 4 milion, ndërsa kërkesa rritet. K-Brick tani është certifikuar për përdorim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërinë e Bashkuar dhe aktualisht po i nënshtrohet miratimit nga Bashkimi Evropian. Ulëmtuesit e robotikës në Universitetin Stanford po zhvillojnë një krah robotik rrotullues që shfrytëzon inteligjencën artificiale për të mësuar dhe kryer detyra të personalizuara shtëpiake si larja e rrobave, pastrimi i banakëve dhe organizimi i objekteve. Për ata që nuk e pëlqejnë pastrimin ose rregullimin e shtëpisë, ndihma tashmë mund të vijë nga inteligjenca artificiale. Hulumtuesit e robotikës në Universitetin e Stanford po zhvillojnë një krah robotik rrotullues që shfrytëzon inteligjencën artificiale, duke përfshirë modele të mëdha gjuhësore të ashtuquajtura LLM dhe modele shikimi për të mësuar dhe kryer detyra të personalizuara shtëpiake, si larja e rrobave, pastrimi i banakëve dhe organizimi i objekteve. Ata e quajnë
botin e tyre TidyBot. TidyBot përdor një LLM të ngjashme me teknologjinë që fuqizon ChatGPT për të përpunuar grupe të mëdha të dhënash në internet, duke i mundësuar asaj të njohë dhe të kategorizojë objekte të tilla si rrobat, lotra dhe ushqime. Duke kombinuar këtë AI me një model shikimi, TidyBot identifikon cilësitë e objekteve si ngjyra dhe forma, duke i lejuar asaj të rendisë rrobat e çelta dhe të errta ose të vendosë një arush pellushi në një raft pasi të jepen vetëm disa udhëzime përdorime. Ulëmtuesit demonstruan TidyBot në një aktivitet të kohëve të fundit që shënonte 100 vjetorin e shkollës së inxhinierisë në Stanford. Me vetëm një telefon inteligjent, ata ishin në gjendje të kontrollonin dorën e robotit, duke hapur dhe mbyllur dorezat e tij për të lëvizur objektet. Telefoni inteligjent ishte i pajisur me sensor që mund të përdoren për të përkthyer pozicionin dhe orientimin e dorës së kontrolluesit në dorën e robotit. TidyBot më pas përdor një algoritëm të mësuarit automatik për të mësuar dhe ruajtur këto detyra për përdorim në të ardhmen. Ai madje mund të hapësirtar, lavatriçe, të fshijë banakët e mobiljet, si dhe të pastrojë çdo dhomë të shtëpisë. Ulëmtuesit shpresojnë që TidyBot do të jetë plotësisht autonom në të ardhmen. Ata gjithashtu parashikojnë shtimin e një krahu të dytë dhe madje të kenë një flotë TidyBotësh që punojnë së bashku për të mbajtur shtëpinë të pastër. Kemi mbërritur kështu në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët bashkë ndajmë këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.